Lorenz Hasrama është një nga zërat më të veçantë të skenës shqiptare, një artist që ka ditur të ndërthur shpirtin e tij me melodin, duke sjellë këngë që mbeten gjatë në mendjen e dëgjuesve. Gjithçka nisi kur ai ishte vetëm 15 vjeç, atëherë kur ëndrat e tij garonin me dritat e skenës për t'i dhënë mundësinë për të lënë gjurmën e parë e të rëndësishme në atë që sot pa hezitim mund ta quajmë karrierë të konsoliduar artisti. Lorenzi është një artist që nuk ka frikë të shpreh ndjenjat dhe mendimet e tij më të thella. Vetë ai ka rrëfyer se ka pasur momente kur ka menduar të heqë dorë nga muzika, por gjithmonë ka gjetur forcën për të vazhduar përpara. Veç talentit që e ka provuar që e ka, Lorenzi ka dëshmuar se është një artist edhe në shpirt, pasi karakterizohet nga një element që i duhet çdo kujt për të bërë art, të qenit një person emocional që lufton me veten për të arritur më të mirën në artin e tij. Me shumë bashkëpunime të suksesshme dhe me një rrugtim gjatë të cilit e ka ndarë skenën edhe me miqtë e tij të zemrës, Lorenzi gjithashtu kur ka ndjesitë më të brishta zgjedh t'u jap frymë edhe i vetëm dhe nuk i thot shko asnjë triumfi romantik. Lorenz Hasrama na rikujton se muzika është për ata që guxojnë të ndjejnë, një këngë që nuk këndohet vetëm me zë, por me shpirt. Ai vetë ka pranuar se në studio është më i ndershëm kur është i thyer dhe ndoshta pikërisht aty lind arti më i pastër. Atje ku je, mua lajo gjumi së merë, atë me madhe jo je, atje ku je, unë ala kam fotot me ne, qatë ka po të shnia, ti më thuj, ti më thuj, ti më thuj, qatë ka po të shnia. Një gjë është e sigurt që publikun e merr shpesh malli për Lorenz Hasramën. Inshallah. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Me gjithë ato ngjyrime emocionale që dëgjuam aty, e pash që ti vetëm pohoje. Si të shihe vetëm pasqyrë, besoj apo jo? Po jo më në radhë parë unë nuk jam zgjuar akoma, si ju zgjoni çik më herët se. Bravo, tani ç'të bëjmë. Kështu që ndoshta edhe po imet, mund të jenë edhe çik. Po mirë keni, ke parasysh, po unë jam zgjuar akoma. Lorenz, po na trego pak herë, si është mëngjes. Kënaqësi se e dim që nuk ke shumë qef të flasësh për veten. Po më se s'është një qef i madh, jo, po. Po duhet thuaj ndonjëherë. U bë dhe ca kohë që nuk kam dalë. Pse s'del në për intervista, nisim nga këtu. Unë desha të pyes për mëngjesin, si e ke të ndërtuar, kur flek. S'kam mëngjes. Nuk e mëngjes. Kalon direkt në drek. Nga mbrëmja në drek. E përdor fjalën mirëmëngjes, po nga ora 2. Por se jeton mëngjesin. Mirë, po pse nuk del në për intervista një kohë gjaj? Jo, nuk kam një arsye specifike. Ndoshta që nga kohë që kam fillu të rri më shumë në studio, jam bërë pak kam krijuar të comfort zonin tim dhe më duket sikur jam mirë aty thjesht duke nxjerr këngë edhe jena të guvën tënde artistike aty komod. Po nuk ka ardhur një pikë që më duket sikur nuk dua të ndikohem shumë nga ambienti jashtëm? Nga ambienti jashtëm, po. Njerëzit i përzjedhin njerëzit me të cilët kalon orët e ditës. Po vjen një pikë një që besoj që po. Unë mendoj që bëhesh më selektiv edhe mbi të gjitha duhet të mendosh për energjinë tënde, kështu që... Pra e ruan energjinë me çdo. Mundohem. Nuk je kudo dhe për këdo. Po mundohem, nga një Lorenz që ka qenë i kudo ndodhur, mundohem që... Në një Lorenz më të izoluar. Që të pyesim ku është Lorenzi vallë? Në studio. Në studio gjithmonë. Edhe nëse s'bëj muzikë, edhe nëse nuk jam duke bënë një projekt... Je prapë në studio. Prapë jam aty. Ajo është zona jote. Mirë, habitati yt. Çfarë ta prish mëngjesin? Në 2 të tregët, po mëngjesit. Emisionet e mëngjesit. E po të kishte ka i zot. Emisionet e mëngjesit. Këtë djalë nuk e dini. Për mes serdit. Flet. Pa droj. Po mirë, po çfarë ta rregullon mëngjesin pra? Gjumi. Shumë praktik, Lorenz. 2 gjëra që na mungojnë. Nuk është vërtet që ma prish në emisionet e mëngjesit, se nuk është se... Se del për ditë. Se del për ditë. Po... Jam pak i çuditshëm, ka ditë që të çojmë mirë, ka ditë që të çojmë keq. Të gjithë e kemi pak të Lorenz. Shiko, publiku, unë nuk besoj se ti e ke kuptuar ndonjëherë nga publiku. Mendon se të kanë kuptuar si është Lorenzi vërtet vetëm nga muzika që ti bën? Futesh në komente? Jo shumë. Jo shumë. Të them të drejtën, me thënë nëse më thua edhe për këngë që kam nxjerrë, nuk jam fut akoma te komente.
430.000 plus 1.000 shikime. Te kjo këngë? Po, te kjetë. Unë menoj që se kështë kalu 400 që në 430.000 plus, po ta them, 430.000 plus. Nga era fundi që e ke pa? E di si thonë, nga tregu që flasim sot, nuk është është nej, me thënë është pa logaritshme, po ta marrë. Përsa ko nuk blen klikime zhërë. Shiko se ka i diferencë. Tani ti ke blerë, që dojmë krahasimin me të blera dhe të pa blera? Shiko, unë kam këngë edhe me 10 milionë e sipër, edhe i bie, nëse do kisha ble klikime, do t'i kisha gjitha një lloj. Të gjitha të blera. Unë kam pas këngë me 10 milionë, këngën e radhës e kam pas 1 milion, nuk është se kam pas dhe 500.000. Kështu që është shumë mirë, 430.000 është mirë. Nuk po them që është keq, se në fund të ditës, fitoria më e madhe për artist, unë mendoj që është ketë një fanbase shumë të fort dhe nuk ka rëndësi, ndoshta nuk është në një gamë shumë gjërë, po ato që janë të njohin si artist edhe e din artin që ke brenda teje dhe mendoj, të paktën nga eksperjenca ime gjatë viteve duke qenë edhe pjesë e live-it, kam kuptu që në ambiente ndoshta më të vogla që vinë njerëz kemi shpret, vin kastile, vin për ty. Po, pikërisht, nuk dalin atë, po ikim të ky lokali sot se është bukur taj lokali, a kupton? Po që është Lorenci. Po vin për muzikën që bën, Lorenci apo njërë? Edhe unë si artist mund t'jap më të mirën time, edhe unë si artist mund të bëj këngët që dua të bëj, edhe unë si artist jam vetja dhe edhe njerëzit marrin më të mirën nga. Me qenë se këtu, të dashur të bësh, s'po them shumë kompromis, pak kompromis, me muzikën që ti po prodhon rishtazi së fundi. Unë nuk mendoj që... Me atë çfarë ti je në të vërtetë si artist. Absolutisht. Unë mendoj që gjithë kemi bë kompromise, jam mundu që edhe në bazë të kompromiseve të kem një të rri brenda cilësive, po them, jam munduar, se sa kam arrit, pse nuk e di. Ato e thot publiku? Ato e thot publiku, publiku ka gjyku edhe që një këngë që ndoshta unë se kam pas qef time në ka bërë hit, kështu që... Por kjo nuk do të thotë që domosdoshmërisht është diçka që mua më pëlqen ta shoh veten. Për shembull, kënga fundi që ka dalë është këngë që unë e dua dhe kam dashur shumë gjë. Sa e di çfarë komentojnë se nisa dhe pak më parë. Ndjekësit e tu të rregullt, po ata të zellshëm që të ndjekin live, të ndjekin koncerte, janë kudo sa po ti publikon një këngë tëre. Ti djali shkon dhimbje në këngë. Pra, dhe pyesin veten, po tani kjo është një dhimbje e jetuar personale, nuk flasim vetëm për dashurim, po flasim në tërësi, sepse ti ke trajtuar një çështje që nuk linden vetëm me romancën. Është një histori e marrë nga ata që të shkruajnë tekstet. Pra, ku është çelësi? Shiko, muzika është emocioni i momentit, edhe nëse je artist, dhe ju besoj e kuptoni shumë mirë, se do jeni Kemi punuar dhe me artistët. Unë jam këngëtar. Po, kur të bëhet, po, kemi kërkuar bileta deri tani për koncerte që do të bëjnë darë. Unë mendoj që ti jesh artist, do të përfshihesh në ca situata që ndoshta dikush tjetër nuk përfshihet. Edhe ta bësh tënden atë emocionin dhe fillosh ndihesh sikur realisht ka ndodhur. Për shembull, kënga ime e fundit është një material që nuk e kam atë mermalli o jetë. Po nuk e kam kompozuar, nuk kam shku në studio në orë 11. Thjesht e ke kënduar, po thua. Po, dhe Irken si e kështë e nisë. Po. E tha provoj pak të këngë, edhe isha aq i lumtur që kishte dalë ajo kënga, sa që i thosha, më keri lindi, thosha. Nuk dija si me falenderu, se është shumë nga ato materialet që unë dua t'i kem. Pra, e patat klikun e famshëm që pa cili nuk vazhdon do të para. Ka diçka është ajo që kam dallu të paktën unë ndër vite, që kur bën atë që do dhe atë që ti mendon që bën më mirë, ndoshta rasti konkret kjo kënga nuk mund të ketë miliona shikime, po ka impakt më të mirë se një këngë që ka miliona shikime. Kjo është nga ato këngët me impakt që nuk ndalojnë komentet, nuk ndalojnë mesazhet, nuk ndalojnë ripostet, dhe mu kjo gjë më bën të ndije mirë. Do me thënë, më pëlqen kur jap veten time 100%. Dhe publiku e kupton. Dhe ajo një pjesë e publikut e do të unë. Edhe kjo është që për cilën ndihem shumë mirë. Mirë, duket interesante që mos të dalësh nga ajo çka ti beson dhe do fort dhe sërish të shkosh tek zemrat e publikut. Nuk je keq kuptuar në asnjë moment tua. Po këmgull me arsye, thjesht dua... Jo, unë thjesht nuk mund ta dija, jam keq kuptuar ndonjëherë. Sepse kontaktin me ta e ke edhe
ndoshta... Dhe njerëzit në fund të ditës, pak në dëgjuesit, kur dëgjojnë një material muzikor që i këndon dashurisë, ndarjes, dhimbjes, nuk hynë të kërkojnë kush e ka shkruar tekstin, kush e ka kompozuar këngën, më the të thash. Dëgjojnë atë, dëgjojnë Lorencin të kësaj këndon dhimbjes dhe thonë Lorenci është ndarë, për shembull. Kënga jetë, për shembull, unë kam bërë një pjesë goxha të madhe të tekstit në strofa, por refrenin e kam marrë gati, me pak fjale kisha tematike, në atë demon që tu prezentua ishte refren. Ishte refreni, kishte marru pun tekstin e refren, ishte diçka që unë thjesht e këndova dhe pastaj kemi bërë strofat, fjalë njoni, fjalë tjetri, normalisht bashkëpunim gjithmonë. Kështu që pjesën më të madhe, t'jem realist, nëse shef këngët e mia më me dhimbje, përveç si të flas që kam pas në këngë magjike dikur me Olsin, që e kemi shkrujt bashk, e kemi kriju bashk, mund të ketë qenë opiumi që kemi shkrujt bashk. Pastaj këngët e tjera, mund të them pa fund, kam pas t'i kam bo halal, janë gjitha këngë që me thënë drejtën unë i kam marrë nga Irkanci. Me thënë mi ka thënë... Pse? Pra Shirkeci që i qanë zemra. Për muzikë të mirë. Për muzikë të mirë. I qanë si shumë për çdo artist aty. Jo, prandaj them që po ta logjikosh nuk është se ka shumë lidhje me ndjesin momentale se Irkenci kshu është top edhe mboni mu këtë kongën. E dim mjaft mirë, prandaj tham për muzikë të mirë. Kjo është, domethënë, mënyra më mirë për ta vërtetuar është Irkenci. Ti vetë, se nuk shkruan materialet tua nga gërma partë tek e fundit. Është çështje frymëzimi, është çështje... Kam shkruajt edhe unë... E dim që e ke bërë, flas për materiale muzikore që siç the vetë i ka shkruar Irkenci për ty. Po, mund të kem, po nuk është se mund të eci me plan me këtë gjë. Nëse është i materiali bukur, mund ta ke shkruajt edhe ti, edhe të ma prezantosh edhe unë mund ta këndoj. Jo domosdoshmërisht duhet t'jem kompozitor i materialit tim, po mund t'jem edhe thjesht ekzekutus. E qartë. Lorenz, në këngët e tua të para, e mendoje këtë përqafim të dashurit publikut? E kishe... Unë kam pas një 2 këngë faktikisht para të pare. Parashikuar gjithë çka do ndodhte? Ta shiti rrofshë ma thuk shu, po unë nuk mendoj që ka ndodhur ndonjë gjë shumë e madhe. Ngelesh modesti, edhe pse vitet kalojnë prapë. Lorenzo dihet akoma në fillimet e vet. I ka bërë ca vite të mira. Po me modestinë e tij thosh ose sa kam nis, kam shumë për treguar. Jo, e kam absolutisht që kam për treguar akoma, po Pra si e shojmë në njerëz dhe thjesht nga të kesh 10 miq që të vinë sepse din që ti këndon mirë në një lokal caktuar dhe të mbushësh sheshe është totalisht përvojë tjetër. Unë se kam mbush sheshin ndonjëherë. Në asnjë qytet. Po kanë ardhur në shesh. Kanë ardhur njerëzit shesh, kanë paj koncert, jam siguru që duroj performancë të denjë. Dhe këtë e di që di ta bëj. Po e bën ti me thënë. Këtë e di që di ta bëj, për këtë si jam modest, po sheshe nuk kam mush ndonjëherë, as stadiume nuk kam mush ndonjëherë. Lokale kam mush. Line-upi formon plotson sheshin, Lorenz. Dhe kur je pjesë e line-upit, je pjesë komponent ndërtues. Absolutisht. Po, kemi bashkëpunuar le të themi dhe ka dalë diçka e mirë. Sa i përket fillimeve edhe përqafimit publikut, kjo është gjë e bukur muzikë dhe prandaj unë edhe pas disa periudhave që kam eksploruar me veten, dalë në përfundimin që ne duhet bëjmë atë që dim të bëjmë më mirë dhe që ndihemi të fortë ta bëjmë. Dhe kjo ka ndodhur në fillimet e mia sepse këngët e mia të para që janë përqafu, kanë qenë këngë që ne nuk i kemi bërë me arsye për të arritur diku, për të kapur diçka. Po thjesht kanë lindë dhe kemi ndjeja atë këngë, kemi dashur, e kemi përqafu vetë, se thjesht e kemi bërë share me publikun. Ka pas raste është përqafu, por nga një audiencë më e caktuar. Lorenz, kur po vije për këtë bisedën tonë në studio, ti dëgjon besoj muzikë të makinë siç bëjmë gjithë ne apo jo? E ka me periudha, ka periudha zgjë fare. Mirë, kur dëgjon? Ti bravo qoftë që dëgjon zhurmën edhe borit e makinave, po edhe nuk vendos muzikë. Çfarë muzike dëgjon? Dhe ndoshta po të na thojë ndonjë emër kolegu shqiptar që ndoshta publikisht nuk e ke thënë apo s'do të thojë. Me lajmë do na bëj. Unë i kam thënë të mirë, me thënë të drejtën... Këngë kuj do gjën makinë? Me thënë të drejtën, unë jam pak i çuditshëm. Se sot mëngjes mund të ngjoj, domethënë, Whitney Houston, pastaj dëgjoj Pandelidis që ka ai në Greqi, nesër në darkë dëgjoj Azizin, jam shumë i çuditshëm te kjo pjesë. Unë nuk mendoj që ka muzikë të keqe, kam shprehur edhe më përpara. Ka muzikë të trajtuar mirë dhe të trajtuar keq. Edhe muzika është me shije. Unë jam tip që i gjej të gjitha,
Vetëm varet nga momenti emocional. Vesh se nga Bullgaria më shkove në Greqi, nga Greqia në Amerikë, shqiptar së përmënde. Kjo është shqiptar, po shqiptar kam të thënë, unë më gjej shumë artist shqiptar. Po vetëm me misht nuk mjaftohesh për gjithë ditën. Edhe misht e mi me thënë drejtin ja gjej këngët. Olsi, unë ja kam vlerësu gjithmonë talentin që ka, edhe e di shumë mirë se qa jep. Irkensis bëhet fjalë që e vlerësoj pa fund për qa jep. E kam shpreh më përpara, shumë më përpara, që një nga idhujt e mi, në fillimet e mi të karrierës dhe sot e kësaj dite e dëgjoj me pasion, si të mos e kisha mik është Gent Bushpepa, që është unik, e pa diskutueshëm, janë muskëtierët, 3 muskëtierët që janë të pa diskutueshëm. Kështu që ka shumë artista, nuk duhet përmendesh Aurelia Gaçe, janë... Ja, më erë. Unë i gjej të gjithë. Mjafton të ketë bëj këngë të bukur, edhe ti me bëj këngë të bukur nesër unë hapet gjë. Do ta gjejmë Sorianin patjetër. Që do ta bësh ti se. Lorenz, e fundit nga Naime se është mëngjes edhe nuk duam të lodhim shumë. Frika më e madhe që ke në lidhje me rrugtimin, se artisti cila do qofshin hapat, unë jam e sigurt që ka disa mendime aty brenda teje dhe urimi që i bën vetes për këtë rrugtim. Frika më e madhe që ke në lidhje me rrugtimin artistik. Shkuam te personalja si. Frika më e madhe që kam është të humbasësh rrugën, të humbasësh dritën për të bërë gjën e dur në atë që ti jep në art në këtë rast, në rastin tim. Urimi që i bëj vetes, bravo që po mundohesh akoma, edhe uroj që të shpresoj akoma shumë fort e vetja për të dhënë më të mirën time dhe nëse deri diku ndër vite edhe kam deviju shumë pak, jo devijim në konceptin e keq, po kam eksperimentuar dhe s'ka si që të keqe, shpresoj që t'jem me mendjen që jam këto kohë të fundit që dua thjesht të bëj muzikë. Bukur, Lorenz, po vdes të të shoh në skenën e festivalit Evropian, në Eurovision. Pati një tentativ për atje, me frym në festival të këngës vitin e kaluar, e aspiron, do marrësh pjesë prap, qa do bësh, cilat janë planet, materiali muzikor, zhaneri. Fillon kështu që nuk pata tentativ për Eurovision. Kënga ishte nisë për aty, e mora këndova, doja të shkoja aty, dhash më të mirën time, kam kaluar emocione shumë të mëdha, që kisha shumë vite pa i kalu, dhe kam shpreh edhe në një postim mbas natës parë gjysmë finale, që thash që mbrëmja e djeshme më ka rilindur, pas një periudhe shumë të vështirë me veten. U mundova që t'jepja më të mirën time, duke qenë edhe për herë të parë në atë festival. Nëse do kem një material të nivelit dur që unë mendoj prapë që duhet ta prezantoj aty, do shkoj me kënaqësi edhe këtë vit. Nëse s'do e kem, do vazhdojmë videoklipe, do vazhdojmë... Pra përsa ko ke zë dhe frymë? Për vishë punës, sepse ti e meriton, ti e mbro materialet tua muzikore live. Po nuk është me zor kjo punë. Nuk është. Na tregoj një detaj shumë të bukur, Lorenci, në 2 momente. Tha që pas një periudhe të vështirë të caktuar, qoftë nga festivali këngës, por gjithashtu edhe nga materiali jetë, pata një moment si kur kisha rilindur. Dhe ne urojmë që ta kesh shpesh këtë moment, këtë ringritje, sepse është shumë e bukur. Më të mirat urime për të, Lorenz. Gjithmonë kënaqësi. Me muzikë të mirë e mbyllëm. Me Lorenz do shihim në Austri vitin tjetër, po patjetër që absolutisht po. Derisa me publikun. Do i bëj flokë. Derisa me publikun, mos harroni që në mbrëmje Ferma VIP, të shtunë në mbrëma kemi Champions League dhe kthehemi të hënën me 7:05.